Shqipëria dhe Kosova janë në një partneritet të vazhdueshëm. Shqipëria dhe Kosova komunikojnë në të gjitha fushat politike, të biznesit, me marrëveshje të shumta, të cilat shumica e tyre ka gjetur zbatim dhe nga ana tjetër, ne si përfaqësues të shtetit shqiptar na ngelet që të kemi komunikime të vazhdueshme me të gjitha ata që operojnë në Kosovë. Sot ne kemi një takim të parë të kësaj natyre me bizneset nga Shqipëria që operojnë në Kosovë. Ju jam mirënjohës të gjithëve për gjithçka bëjnë në këtë pikpamje të këtij bashkëpunimi ekonomik, tregtar, biznesor mes Shqipërisë dhe Kosovës, pa shkëlqyer. Liburni është miku im. Unë e kam uruar Liburnin, e kam marrë në telefon, e kam uruar, jam shumë i kënaqur, ai port, siç u tha dhe sot në prezantimin e Liburnit nga zëvendës kryeministri e Shqipërisë, ai port nuk është vetëm i Shqipërisë, ai port është i shqiptarëve. Është i shqiptarëve në Shqipëri, i shqiptarëve në Kosovë, i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, pra është i të gjithëve dhe aty lëviz gjithçka, është motori i ekonomive të vendeve respektive, qoftë shqiptare. Aktualisht po punohet intensivisht për të finalizuar funksionalizimin e dhomës ekonomike dypalshe, një projekt shumë i rëndësishëm, i cili duhet pranuar se nuk ka avancuar në ritmin e duhur. Ambasada po i kushton vëmendje të veçantë këtij drejtimi dhe besojmë se së shpejti do të përmbyllet zbatimi praktik i deklaratës ndërqeveritare për krijimin e saj.